Thirrja e Bashkisë së Shkodrës për pastrimin e vijës bregdetare në Velipoj ka gjetur mbështetjen e bizneseve lokale. Këtë të diel një pjesë e tyre janë angazhuar vullnetarisht në pastrimin e zonës aranore në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri turistik. Administratori i njësisë së Velipojës, Sandor Viluni, në një prononcim për mediat, theksoi se ky aksion është një pjesë e përgatitjeve të hershme për sezonin turistik, me synimin që Velipoja të jetë më e pastër dhe më e gatshme për të mirëpritur vizitorët. Duhet me I falenderua bizneset sepse janë përgjigjës thirrjes bashkisë për me kanë të gatshëm për me majtë sa më pastër qysh herët që sepse sa më shpejt që të fillojnë turizmi, aq më të ardhuna ka, po bashkëpunum, edhe po e mirë kuptum, edhe biznesi, edhe bashkia njëri tjetrin besoj se ka me kanë një sezon I marrë. Ditët me diell dhe temperatura pranverore gjatë kësaj fundjave kanë sjellë një numër të konsiderueshëm vizitorësh në Velipoj, kryesisht pushues vendas që zgjedhin ta frekuentojnë këtë destinacion edhe gjatë muajve të parë të pranverës. Ndërkohë, paralelisht me iniciativën për pastrimin e bregdetit ranor, Bashkia Shkodër ka nisur zbatimin e një plani masash në përgatitje për sezonin veror, me qëllim që Velipoja të jetë gati për të mirëpritur pushuesit në një nga destinacionet më të rëndësishme turistike të bregdetit verior.